Tragjedi e tmerrshme, Berisha për ngjarjen në Koçan, lutemi për shërim të shpejtë të plagosurve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e konsideron një tragjedi të rëndë ngjarjen që ndodhi në Koçan të Maqedonisë së Veriut, ku humbën jetën 59 rinj. Në një reagim në rrjetet sociale, ai shpreh ngushëllime familjarëve të viktimave, si dhe solidaritetin me autoritetet lokale dhe qendrore të Maqedonisë së Veriut. Një tragjedi e rëndë në Maqedoninë e Veriut, miq, një tragjedi e rëndë ka ndodhur në vendin mik. Në një diskotek në qytetin Koçan, Maqedonia e Veriut, 59 rinj të moshave 14 deri 25 vjeç humbën jetën tragjikisht nga zjarri, ndërsa 155 të tjerë pësuan djegje të shkallëve të ndryshme dhe helmim nga monoksidi i karbonit, ndërta 18 në gjendje të rëndë. Me këtë rast shpreh ngushëllimet më të ndjera të mia dhe të Partisë Demokratike për familjet e viktimave, si dhe solidaritetin ton me autoritetet lokale dhe qendrore të Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu lutemi për një shërim sa më të shpejtë dhe të plotë të plagosurve në këtë tragjedi të tmerrshme, shkruan Berisha.